Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për edhe një mandat të kryeministrit Albin Kurti ka premtuar për krahje për prodhuesit që duan të investojnë si dhe shtim të 10 profileve në arsimin dual. Në kuadër të fushatës për zgjedhjet e 7 qershorit, Kurti parambështetësve në kodrën e trimave në Prishtinë u premtoi edhe investime. Gjatë shpalosjes së programit përmendi vendimin e fundit për zbatimin e ligjit për sigurimet e detyrueshme të kujdesit shëndetësor, duke thënë se i hap rrugë sistemit informativ shëndetësor. Ka premtuar edhe gazifikim të linitit që sipas tij do të shërbej për prodhim të energjisë. E ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu gjatë një vizite një ditë më parë në Vushtri, ku takoi gra dhe vajza të këtij qyteti, u shpreh se vetëvendosja është e vetmja forcë politike që i kthen zotimet në realitet. Lëvizja Vetëvendosje ka mbajtur në mbrëmje tubim në sheshin Adem Jashari në Lipjan. Kandidati i vetëvendosjes për kryeministër Albin Kurti premtoi nisjen e programit për banim të përballueshëm, kolektorin e ujrave të zeza e shkollën e mesme të mjekësisë. Ai po ashtu premtoi investime në ushtri, industri e bujqësi. Kandidatja e LDK-s për presidente, Vjosa Osmani, ka thënë të mërkurën në viti se qytetarët më 7 qershor kanë 2 rrugë për të zgjedhur. Sipas saj, njëra është prosperitetit, zhvillimit e investimeve në krye me Lumira Abdigjiku në qeveri dhe tjetra është ajo e stagnimit. Osmani ka thënë se rrugën e stagnimit e përbëjnë të gjithë të tjerët, pasi sipas saj janë bashkë kundër LDK-s. Sipas saj, kjo rrugë çon në përçarje, ndarje mes shqiptarësh, stagnim, bllokim, kriza, fajsim e mbi të gjitha mungesë pune. Asnjë punë të vetme në interes të Kosovës nuk kanë mundësi ta prezantojnë para këtij populli, ka thënë Osmani para simpatizantëve të LDK-s në viti. Ajo po ashtu ka thënë se kur rrugovistët qohen në këmbë, nuk ka kushtin dal. E kandidati për kryeministër nga radhët e LDK-s Lumira Abdigjiku nga aty thumboi kryeministrin në detyrë lidhur me një rast recitimi të një vajze në tubim të vetëvendosjes. Ne fëmijët nuk i shtim me recitu poezi që ofendojnë tjetrin. Ne fëmijët i kemi krenari. Krenaria e Kosovës e ardhmja jon. Mbaje flamurin lart. Ju drejtuaj një vajze që po mbante flamurin në skenën ku ai mbajti fjalim. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kandidati për kryeministër Bedri Hamza gjatë një vizite në një biznes vendor premtoi se bizneset në qeverisjen e tij do të kenë më pak tatime e më shumë mbështetje. Hamza tha se ekonomia e Kosovës ndërtohet mbi punën, guximin dhe investimet e sektorit privat, duke theksuar se bizneset kanë nevojë për një qeveri që i mbështet dhe jo që u krijon pengesa. Në qeverisjen time, bizneset do të kenë më pak tatime, grante deri në 30% dhe më shumë hapësirë për zhvillim. Kosova ndryshon kur mbështeten ata që punojnë, ka shkruar Hamza. E numri 2 në listën e PDK-s për zgjedhjet e 7 qershorit, Uran Ismaili ka thënë se çmimi i lartë i energjisë është krye kaput rezultati i abuzimeve nga qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti. Në një video adresim të publikuar të mërkurën, ai ka thënë se tenderi 37 milionësh i Kekut u nda me procedurë paralele tenderimi në WhatsApp. Edhe kandidati tjetër për deputet nga PDK-ja, Enver Hoxhaj, ka akuzuar Albin Kurtin pasi sipas tij ditëve të fundit e ka refuzuar sërish gazin amerikan për Kosovën. Gjatë gjithë këtyre ditëve të fushatës, kam biseduar me shumë prej jush. Kryetari dhe kandidati i Aleancës për kryeministër Ardian Gjini ka thënë se Kosova mund të shndrohet në diamant për pak vjet, por me kushtin që qytetarët të votojnë këtë subjekt politik në zgjedhjet të 7 qershorit. Gjini në një video adresim të publikuar të mërkurën në llogarinë e tij në Facebook ka thënë se për këto ditë të fushatës ka parë diçka të përbashkët te secili qytetar. Ankthin se çka do ndodh nesër pas 2, 3, 5 apo 10 vjetësh. Sipas Gjinit, rruga që po ndjek Aleanca e zgjidh këtë problem. Besoni në vetvete, besoni në vendin tuaj, besoni se mundemi me shndru Kosovën në diamant, jo me ju lënë me prit, ka thënë ai në mesazhin e tij. Në tubimin qendror në Deçan, Gjini ka premtuar përfundimin e rrugës për në Plav. Ai ka kritikuar qeverinë Kurti se nuk ka bërë asgjë për ta përfunduar këtë segment rrugor. Shteti i fortë nuk bëhet me njerëz të varfër. Nëse duan merit ekonominë, duhet me i pa bjeshkët e Deçanit, ka thënë Gjini. Kreu i Aleancës ka kritikuar qeverinë Kurti edhe për mos ndërtim të autostradës së Dugaxhinit, si dhe për heqjen dorë nga gazi amerikan. Kryetari i Partisë Socialdemokrate Dardan Molliçaj në videon e radhës të mërkurën ka kritikuar qëndrimet e shprehura të Vjosa Osmanit në një emision në KTV. Osmani me deklaratën se Kurti i ka 2 alternativa për president ta zgjedh dikë që e ka përfaqësuar në mënyrë dinjitoze vendin ose dikë nga PDK-ja, sipas Molliçajt e ka kushtuar në radhë të parku vendin dhe vetë Kosovën. Po ashtu sipas tij me këtë deklaratë Osmani e ka pranuar qysh tash se Kurti do të fitojë zgjedhjet. Molliçaj është referuar edhe në një deklaratë tjetër të Osmanit që
sipas tij është kontradiktore me të parën. Deklarata e Osmanit se vendi nuk do të shkojë sërish në zgjedhje për emra të përveçëm, sipas tij është veç për pozicion të saj politike institucional. Molliqe ka thënë se tashmë populli e ka kuptuar këtë gjë. PSD-ja gati gjithë fushatën e saj e ka koncentruar në kritika për opozitën, duke pretenduar se nuk ka bërë opozitë të vërtetë dhe se këtë në legjislaturën e ardhshme mund ta bëjë vetëm PSD-ja.